Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në kanalin tim. Unë jam Eleana, sot kemi një vlog të ri. Edhe jam zgjuar sot, kam vajtur në palestër, ndihem plot me energji. Jam kthyer në shtëpi dhe jam në lëvizje, dua të bëj gjëra, të bëj punë. Thjesht desha t'ju them që për mua palestra është terapi. Tani po palos pak rrobat që sa mblodha nga jashtë. Edhe desha t'ju them që javën e kaluar që nuk isha vajtur fare në palestër, ndihesha që kisha depresion, që jeta ime nuk kishte kuptim, që kalova një fazë të keqe. Po, t'ju them diçka, ekzistojnë edhe këto javë, edhe këto emocione. Nuk mundemi çdo javë të jemi të lumtur edhe ku e di unë. Po, mundohemi për më të mirën, kështu që këtë javë që unë ndihesha më mirë, nuk isha më e sëmur, më mbaroi edhe cikli, ndihem një njeri ndryshe. Edhe desha t'ju them të rejat e mia. Ç'a ndodhi tani? Desha të bëj ndryshime në jetën time, sepse ndihesha që diçka më mungon në përditshmëri. Po ndërpres programin ton sepse më ka arritur një pako nga Temu gjigante, edhe mezi po pres ta hap të shikojmë ç'a gjëra më kanë arritur. Edhe kur i them gjigante, nuk gënjej. Temu, për ju që mund të mos e keni dëgjuar deri tani, është një aplikacion në të cilin mundeni të gjeni pafund gjëra, nga produkte make-upi deri rroba, deri gjëra për shtëpinë. Çado lloj gjëje që mund të mendoni e gjeni te Temu, edhe në çmime shumë ekonomike. Unë kam shumë kohë që porosis me lekët e mia nga Temu, edhe tani që po bëjmë bashkëpunim, jam jam njeriu më i lumtur në botë. Plus, disa gjëra që duhet të dini. Dërgesa është falas. Po doni të ktheni diçka që nuk i bën, nuk i pëlqen ose çdo gjë, mundeni ta ktheni falas brenda 90 ditëve. Po porosia juaj u vonua, mirëni mbrapsht 5 euro. Kështu kot, edhe unë këtu lart do ju le kodin tim, të cilin mundeni të shkoni te aplikacioni, ta vini te search bari, edhe do ju jap një kombinim ofertave që shkojnë deri 100 euro. Por ky kodi funksionon vetëm për njerëz të ri në aplikacion, plus porosia juaj duhet të jetë e përshtatshme. Kështu që mundeni ta provoni edhe ta shikoni vet. Gjithë linkët e gjërave që kam zgjedhur unë do ja u le poshtë në description box që të shkoni të shikoni. Po doni dhe ju të porosisni diçka të ngjashëm ose të njëjtën. Dhe boll fola, ka arritur ora të fillojmë me holin ton. Do filloj nga një gjë të madhe. Kemi një jastëk. Mami tani ka shumë kohë që më thot që nuk ndjet rehat me atë jastëkun që ka, edhe prisni ta hapim bashkë. E du edhe unë. Mos nuk duhet t'ja jap mamit e ta mbaj për veten time. Është nga këto jastëkët që i bën kështu, edhe direkt kthehet te forma që kishte në fillim. Më duket quhet memory foam. Do jetë fantastike kjo për gjumë. Vazhdojmë me një palë sandale që gjeta. Janë sandale me tak, si tip platform. Kanë edhe këtë detajen gold para. Do i vesh gjithë beharin. Më vjen keq që iku tani edhe do duhet pres një vit që t'i vesh. Po janë fantastike. Edhe me që fillova me këpucë, do vazhdoj edhe me një palë sandale të tjera. Janë një palë sandale të zeza me tak të hollë, super elegante. Besoj që një palë të tilla duhet të ketë çdo grua të dollapi i saj, sepse shkojnë me çdo outfit. Vazhdojmë. Po, janë klëf. Deshte mami klëf për jastëkët e sallonit. Morëm në këtë ngjyrën neutrale, si tip bezh le të themi, me lulka lart. Ishin 2 palë, që të jenë maçi. Vazhdojmë me një kapele, të cilën e more sepse ju kam thënë që kam filluar po bëj pak hiking, po hec nëpër malet edhe këto. Është fantastike! Gjithmonë desha një kapele të këtill, edhe e lidh edhe këtu, pas qafës, edhe po të ketë erë nuk ta merrera. Shumë pëlqen vetja me këtë kapele. Vazhdoj me një gjë më të vogël. Kemi 3 kabla për karikusin tim, sepse mua çdo 2 javë më prishet karikusi edhe kam nevojë për kabla, edhe këto janë edhe të gjata. Prisni të shikoj pak sa janë. Të jenë të gjata. Unë mundem të karikoj telefonin këtu edhe të jem në kuzhinë. Prap me diçka të vogël, po shumë të rëndësishëm. Sa e bukur që
është? E shikoni këtë artin këtu. Mundeni ju të besoni që kjo gjëja është nga Temu. Duket sikur është super vintage. Nuk mundem ta lidh, po ja si duket në dorë. Edhe një aksesor të dytë. Varsja jon e bukur, është gold me këto detajet këtu në fund. Shikoni. So cute! Tani ka arritur pjesa e robave, prandaj u çova sepse disa do I provoj, por do filloj me një set të cilin ja kam marrë dhurat mamit, sepse deshte shumë e shikonte në Temu, ma kishte treguar, edhe thash, me që e gjeta, thash do ja marrë dhurat. Kemi një pal pantallonka të shkurtra jeshile, jeshilja, për ju që nuk e dini, është ngjyra e preferuar e mamit, edhe një bluzka super e thjesht nga lart, besoj është shumë e rehatshme për behar. Është fantastike. Jo, është fantastike. Nuk mundeni të kuptoni qa super material ka, edhe nuk e them kështu kot. Jo sigur e kam marrë 300 euro, po sigur e kam bler nga Zara. Edhe kjo është shumë më e lirë nga xhaketat e Zarës. Ja u garantoj unë tani. Prisni të provojmë të shoh si më rin. Është pak crop, kështu që normali që nuk shkon tani me pijamet e mia që kam veshur. E adhuroj. Ngjyra është fantastike, burgundi, ngjyra e sezonit. I love it. Edhe xhaketa jon e dytë, sepse edhe unë kam një fiksim jo shumë të shëndetshëm me xhaketat, e kam dollapin plot. Edhe kjo ngjyra jeshile. Sa e bukur. E shikoni. Kjo ka material si tip kastor, e kjo më pëlqen shumë edhe jaka që ka, edhe këto kopskat, edhe që rin pak më oversized si stil, nuk ri e ngushtë në trup. Është shumë e bukur. Edhe tani fillova t'i provoj robat e mia, kështu që kjo është bluza e parë. Shumë e bukur, shumë cute, është crop fare, me mangë të gjata, edhe lidhet këtu para, mundeni ta lidhni në shumë mënyra, edhe kalojmë te e dyta. Një bluzë tjetër e thjesht, e zezë, me mangë të gjata, që këto bluzat bazike unë I vesh gjithë dimrin, sepse shkojnë me çdo gjë, besoj të gjithë duhet I kemi në dollapin ton, kombinohen me të gjitha, edhe kalojmë te e treta. Përsëri kemi një bluzë, kjo është për verë, e kuptoni besoj, ka këtë detajen këtu që është fantastike. E bën gjithë bluzën të duket shumë e shtrenjtë se sa është në të vërtetë. Edhe kalojmë te e katërta. Një bluzë jeshile, për ditë, shkon me çdo gjë, edhe vazhdojmë me të pestën. Te pesa jemi, nuk e mbaj mend. Me një bluzë korse që më ngushton këtu në mes dhe më krijon këtë figurën. Këtë është edhe mami me bizhamka të saj të reja, sepse mos mendoni që I mora vetëm ato jeshilet. E kam marrë në ngjyrë lila, të bukura, dhe këtu në xhep, në anë ka edhe një zemër. Një zemrush. Për ty. Edhe një fjonçkë këtu. Edhe një fjonçkë. Edhe kjo imja poshtë ka, jo poshtë, mbrapa ka lidhse, që ta shtrëngosh, ta bësh ti sa të duash. Nuk më shkon shumë. Të shkon shumë. Nuk është shumë e bukur. Është shumë e bukur. Vazhdojmë me të gjashtën. Wow! Këtë gjë kam të them për këto roba banjo që më kanë arritur. Pjesën e poshtme nuk e kam vënë sepse nuk është lartë, se tani se I hapa, po ja ku është, edhe pjesa poshtë. Nga poshtë kombinohet me këtë fundin që ju tani nuk e shikoni të gjithën, po shkon deri poshtë e këmbët, edhe ndiem që dukem si siren. E shikoni sa e bukur që duket. Edhe prapë edhe për këtë duhet të pres deri në behar tjetër që ta vesh. Vazhdojmë me të shtatën. Nuk I mora vetëm mamit bizhamka, mora edhe për veten time. Nuk janë super cute, të bukura. Janë në ngjyrë boqell që nuk isha. Materiali është fantastik. Edhe këto detajet që ka me këto fjongo të roze dhe me këto qepje të bardha, I adhuroj. Edhe po vazhdoj me një bluzë tjetër të thjesht të bardhë, bazike për në dimër, ju them, I keni nevojë këtë bluzka. Ja vlen t'i marrësh nga Temu sepse janë shumë të lira. Të njëjtën bluzë e kam marrë edhe në të zezë, ishin set, vinin bashk, kanë këto kopskat para këtu. Nga poshtë kam veshur një fund, të cilin do ju tregoj tani. Nuk do e kombinoja kur me këtë bluzën, thjesht I vesha tani bashk që të shpëtojmë pak kohë. Por ja ku është edhe fundi fantastik që kam zgjedhur të marr, është mini, edhe ka këto qepje para që
që shumë më pëlqejnë edhe shumë kanë dalë edhe këto në mod, edhe më duket me kaq mbaruam. Këto ishin të gjitha, nuk mundesh të thuash që jam pak, duhet ju tregoj dhomën time që është bërë rumuj momentalisht, nuk e di si do rritim mbledh të gjitha këto gjëra, por ndiem super e lumtur sepse kam 100 gjëra të reja, mezi po pres t'i vesh të gjitha. Këtu ju le prap kodin tim, tani mundemi të vazhdojmë me programin tonë. Problemi im është që mendoj që çdo ditë duhet të kalojmë bukur. Nuk besoj që ditët në jetën tonë thjesht kalojnë edhe ikin edhe nuk bëjmë asgjë. Të paktën tani me moshën që kam, që jam 22 vjeç, nuk më pëlqen që thjesht të mendoj që sot u zgjova edhe fjetra gjumë edhe nuk kam bërë asgjë, edhe nuk kam kaluar bukur, edhe nuk kam ndier lumturi. Frika ime më e madhe është të hy në një rutinë që do jetë kështu, në një vit domethënë. Nuk do ketë këtë gjë, po do jetë e mërzitshme. Prandaj dje vajta te kursi që bëja kërcim para disa viteve. Unë bëja për 4 ose 5 vite latin, kërcim latin. Si për shembull samba, cha-cha, tango, vals. Të gjitha këto i bëja kur isha më e vogël dhe më pëlqente edhe shumë si aktivitet. Por kisha ndaluar me kërcimin kur isha në vitin e fundit të shkollës. Isha stresuar super shumë me provimet, të cilat ishin provimet që të hysh në universitet. Edhe prandaj I kisha lënë atëre kërcimin edhe nuk e fillova kur. Thoja, do ta lë për një vit edhe pastaj do filloj prap, por nuk e fillova prap. Edhe por ja po mendoja ç'a mundem të bëj në përditshmërinë time, të më jap lumturi, të më jap një orë për shembull që do kaloj bukur, do dal pak nga shtëpia, do shikoj njerëz, do flas me njerëz, do bëj një aktivitet. Edhe mendova kërcimin, thash, është shenja ime që të shkoj të filloj. Vajta dje bashkë me Stelën, me shoqen time, e cila Stella, për shembull, ka punon që në orën 9 të mëngjesit deri në orën 5 të mbasditës. Edhe nuk mundemi të dalim çdo ditë, por kur bën me një shoqen tënde një aktivitet së bashku, atje është sikur jeta jote me jetën e shoqes bashkohen. Desha një aktivitet të bëj me shoqen time që të mundem ta shoh edhe më shumë brenda javës. Dhe na pëlqen të dyjave kërcimi, tham do shkojmë të fillojmë, vajtëm pyetëm për çmime, për klasa, ça grupe ka e të gjitha. Edhe na lajmëruan, edhe ne vendosëm që nga java tjetër kur të kthehem nga Shqipëria, sepse tani unë për 2 ditë ik në Shqipëri, do ri atje një javë, edhe sa të kthehem, fillojmë kërcimin, edhe ndiem super e lumtur. Kam gjëra të tjera të reja t'ju them, nuk kam mbaj mend. Tani këtë kisha, këtë më erdhën në mendje, edhe desha t'ju them që këtë javë ndiem më mirë me veten time. Programi ka mish pule, chicken nuggets, të cilat I vura në air fryer thjesht I poqa edhe janë gati, pa vaj pa asgjë, edhe ka edhe pak oriz që dje par dje kur e bëri mami. Orizi kishte zënë myk, kështu që përfundova vetëm me mishpulen. Vura edhe pak salcë nan, edhe jam okay. Tani që fillova përsëri palestrën, më është hapur më në fund oreksi, sepse javën që ishe e sëmur, nuk haja asgjë. Nuk isha oreks të fus asgjë në gojë, sepse ndisha që do vjell. Kështu që tani kam filluar edhe po haj si njeri. Sa mbarova ushimin dhe para se të hy të bëj banjë, desha t'ju tregoj gjërat e reja që kam marr, sepse brenda në weekend të shtunën e të dielën vajta një xhiro në një qendër tregtare, edhe bëra disa blerje. Duhet t'ju bëj haul me gjërat që kam marrë, që t'i vë pastaj të gjitha për të larë. Do filloj me këtë këtu, që janë një palë pantallona të reja, të cilat I mora në Decathlon. Decathlon në përgjithësi është një dyqan që ka vetëm gjëra atletike. Për çdo lloj aktiviteti që mund të bëni ju, mund të bëni not për shembull, ka gjëra për not. Mund të bëni vrap, ka gjëra për vrap, e kuptoni? Të gjitha mani gjeni.
Edhe unë vajta sepse desha një palë pantallona për hiking, për ekskursionet që bëjmë në mal, që shkojmë edhe hecim edhe shkojmë deri në fund lart. Desha një palë pantallona që të jenë kastile për këtë punë, edhe gjeta këtu, të cilat janë jeshile. Janë nice, më duket kushtonin 30 euro o diku atje, edhe mezi po prestive në provë. Shof, janë të rehatshme, janë të mira. Kanë një material që thoshe që nuk kalon shiu brenda. Nuk e di, do shofim. Po janë disi kështu. I lem këto në anë edhe vazhdojmë me një dhuratë. Mund të keni parë nga kanali Motrës, po Klajdi kishte ditëlindje. Unë me Davin nuk i kishim marrë dhuratë. Edhe deshim të shkojmë të gjejmë diçka, prandaj vajtëm në Zara edhe gjetëm një xhaketë super të bukur. E mori pastaj edhe Davi, sepse i çava unë kokën, i thash është shumë e bukur të shkon, se provovi Davi që t'ja tregojmë edhe Klajdit ta pyesim po i pëlqen. Edhe i thash David duhet ta marrësh patjetër. E mori edhe Davi, kështu që do jenë maçi tani Klajdi me Davin, do kenë të njëjtin xhaketë. Edhe duket disi kështu, ka material prej kastori, po. Edhe është në këtë ngjyrën kafe që unë e adhuroj, se pash tash do i shkoj shumë edhe Klajdit, ka këtë stilin, po duhet t'ja kombinojmë edhe me një bluzë nga brenda, kështu që gjetëm këtë bluzën këtu, trike, si themi, pullover, që duket disi kështu, është në këtë ngjyrën beige, shkon shumë me kafen, nga lart, e burëm në provë edhe këtë, edhe materiali është super i butë. Do përfundoj këtë holin me Sinsei, që thjesht hyre të hedh një sy unë për gjëra për shtëpi, ndërkohë përfundova me një fund pa lidhje. Por s'ka gjë. Ishte e bukur, e mora. Duket disi kështu. Është fund që ka nga poshtë edhe sorç. Pantallonka të shkurtra. Edhe kushtonte 10 euro. Prandaj e mora, se nuk është që kisha nevojë, po e pash atje 10 euro, thash, hajt mo. Kohët, po prish lek. Por tani është vërtet ora të hyj të bëj banjë. Erdha në kuzhinë që të haj snack, sepse po mundohem tani në vend në rutinën time, edhe snacks, se më tha dietologu, që jo dietologu si tham, nutricionistja. Duhet patjetër brenda ditës të haj snacksa, 2 ose 3 ose 4 fruta në ditë, që unë nuk haj as edhe një. Edhe ujë, duhet të pi edhe ujë, tani që u kujtova. Po mendoj tani që kam pak kohë të shkoj në dhomë edhe të filloj të nxjerr rroba që do marr në Shqipëri me vete, që të filloj të bëj valizhen time gati. Programi është, pas nesër nisemi për Shqipëri, është dita e shtunë. Tani që po e shikoni ju këtë vlogun, unë jam në Shqipëri, në Tiranë momentalisht, sepse plani është të nisemi të shtunën me mamin e babin nga Greqia me makinë në fshat, do rim atje deri të dielën dhe të hënën do nisemi për Tiranë. Në të njëjtën kohë, motra do niset nga Italia të vinë në Tiranë, edhe nga Tirana do vinë në fshat, edhe nga fshati do kthehemi prap në Tiranë. Edhe kemi bërë gjithë këtë rumuin. Dua t'ju tregoj sa gjëra kam lënë në anë që t'i marrim me vete në Shqipëri. Që atëherë që bëra pastrimin e dollapit, kam mbledhur rroba, të cilat do i çojmë të gjitha në Shqipëri, që t'i kemi për bazarin e radhës. Prisni. Gjithë këto gjërat këtu duhet disi të hynë në makinë, që t'i marrim me vete. Edhe kemi 1-2 qese të mëdhaja, këtu është dhurata e Klajdit, edhe gjithë këto kutit nga lart, nuk e di si do nxejnë edhe gjërat tona me vete. Mami thot nxejnë të gjitha pa merak, babi ndërkohë nga ana tjetër na thot nuk jemi udhëtuar njerëz si njerëz, me 2 gjëra në makinë, po gjithmonë e mbushim plot. Edhe më pyeti, do shkojmë ndonjëherë si njerëz në Shqipëri? Thash jo. Kur? Haroje. Po të marrim makinë do e mbushim. Erdhi kjo ora, që nuk më pëlqen fare. Nuk e di çfarë të marr më para, sepse dëgjoni tani ku është halli. Unë në Shqipëri do shkoj me makinë, me mamin e babin. Por pastaj do kthehej me avion. Edhe te avioni, unë mundem të marr vetëm një valizhe të vogël, 10 kg. Atë kam paguar. Normali që nuk do pagoja për të madhen, sepse shkojmë me një buxhet të caktuar në Shqipëri, kështu që duhet të gjej rroba për një javë që të nxejnë të gjitha në një valizhe 10 kg. Me shumë mundësi besoj do marr më shumë gjëra edhe do i lë në shtëpi në Tiranë. Duhet të kontrolloj çfarë kohë ka në Tiranë. Bën ftohtë, s'bën ftohtë, nuk e di. Të marr tuta, apo ç'i dua, apo të marr. E shikoni këtë rumuin?
Më ka zënë koka. Nuk e di çfarë të marr me vete. Sepse ka marr për shembull, do t'ju tregoj. 2 palë xhinkse. Okej, një të bardhë, një blu. Ka marr një fustankë të shkurtër për ditë, është e thjeshtë. Ka marr pastaj 2 trike për ditë prap. 5 bluza, 3 me mangë të gjata dhe 2 pa mangë. Një palë pantallona të shkurtra të zeza, një fustankë kafe dhe këto. Okej, deri tani jemi në rregull. Pastaj, aman, kalojmë te faza. Ka marr një fustan për në darkë, edhe një fund saten të gjatë deri poshtë, edhe atë për natë, sepse mbase dalin për të pirë diçka. E dini, halli është që unë nuk e di çfarë të marr që të vesh nga larg, sepse për shembull, fustani që është i gjatë, nuk e di me çfarë ta vesh në darkë. Më duhet pallto, më duhet diçka më e lehtë. Nuk kam edhe shumë vend, se duhet të gjej diçka të vesh nga lart që do mundem të kombinoj edhe me rrobat e mëngjesit, edhe me rrobat e darkës. Nuk e di çfarë të bëj, kështu që i kam lënë thjesht ashtu, edhe do e mendoj nesër. Mirë që e fillova këtë procedurën që sot, që ta përfundoj nesër, se tani nuk mundem të vazhdoj. Mendja ime ka bërë error, nuk do të mendoj më. Do zbres pastaj edhe valixhen që kam të voglën, që t'i ve gjithë rrobat brenda dhe të shoh sa vend më ngelet, se kam pastaj edhe një çantë shpine, edhe mundem të fus edhe atje gjërat, se nuk jem vetëm rroba. Ne vajzat vuajmë nga kjo anë, se duhet të marrim diçka për të bërë flokët. Unë nuk besoj që do marr Dysonin, mbase do e marr motra. Por pastaj kemi make-upin, kremra për fytyrën, për trupin, shampo për fytyrën, edhe të gjitha këto. Diku duhet të nxejnë. Por i lëm të gjitha tani në anë, sepse duhet të bëhemi gati. Prandaj ju vendos edhe këtu që të lyhemi bashkë, të bëhemi të bukurat, se do dal. Ora ka vajtur 7 mbazitës, edhe unë në orën 8:30 kam pronontuar të shkojmë me të dashurin, të shohim teatr. Si themi teatr? Mire thash, s'ka rëndësi. Edhe këtë teatrin që do shkojmë të shikojmë, unë e kam pronontuar që në Korik. Kanë kaluar asu nuk e di sa muaj. Këtë e bëra sepse kisha dëgjuar shumë fjalë të mira për këtë teatrin që do shkojmë të shikojmë sot, edhe çdo herë që shkoja të pronontoj bileta, ishte sold out. Nuk gjeja vende, se ishte bërë nami, ju them, me këtë teatrin, e postonin të gjithë në TikTok, kisha dëgjuar fjalët më të mira, edhe prandaj në Korik, kur pash që do filloj përsëri të luaj këtë vit, pronontova biletat në ato moment, edhe prap kishin ngelur shumë pak. Nuk e di si ka ndodhur e gjitha kjo, edhe prandaj kam shumë high expectations. E shpresoj të jetë, ku e di unë, teatri më i mirë që do kem parë në jetën time, me kaq shumë kritika që kam parë. Jam entuziaste, shpresoj të mos mërzitem pastaj kur të dal, edhe t'ju them ishte e keqe. Shpresoj të mos ndodh. Thjesht. Nuk vura shumë fondatin, sepse do vazhdoj me si quhet? Me concealerin. Nuk, ju them tani nuk funksionojre. Nuk fjet edhe fare, se desha pak të shtrihem në drek, po nuk arrita. Edhe tani jam më në fund lava dhe beauty blenderin tim, të cilin e kisha kaq kohë. Mos ju them më mirë si ishte, në qa situatë. Desha ndërkohë që po luem t'i flas pak për palestrën. Qa ndodhi, do ju them unë qa ndodhi dje, drama në gym. Kisha vajtur, edhe ishte atje një vajzë, e cila vajza nuk është shumë simpatike. Unë nuk e njoh, e kam parë vetëm në palestër, nuk është që e kisha në shkollë, më duket që është edhe më e madhe se unë. Para disa muajve, me atë gocën, kishim folur pak, sepse ka palestra një pjesë që unë atje shkoj dhe bëj një ushtrim, hip thrust, quhen. Edhe kur kisha vajtur atëre para disa muajve, ishte e zënë nga kjo vajza. Edhe i kisha thënë unë asaj që do të bëjmë, do me thënë, të bësh një herë ti, një herë unë. Ta bëjmë kështu. Se bënim të njëjtin ushtrim, bënte edhe ajo hip thrust. Edhe më shikon, po të tipit më shikon, u kthe kështu. E më thot, ti sa kile bën? Se më thot, unë bëj 130. Edhe i them unë që unë nuk bëj kaq, unë deri 50 kam arritur këtë ande. Edhe i thash, okej, s'ka problem, do pres. E më thot, okej, prit, po ta dish që unë kam shumë set. Akoma. Edhe i thash, okej, s'ka gjë, do pres. Unë atëre kisha vajtur me një shoqe, nuk kisha vetë. Edhe tham, okej, do bëjmë një ushtrim tjetër atje afër, që të mos largohemi. Edhe
sa të mbaroj do hym ne. Edhe ndërkohë që ajo bante ushtrimin e saj, vjen një çun. Edhe e pyet në atë moment, "Ke shumë akoma?" Edhe i thot ajo, jo, tani për pak mbaroj. Edhe shikoj unë, vajt atje, sepse më hypën nervat, edhe i them, "Po presim ne, se të kisha kërkuar unë të hym mbas teje." Edhe thot në atë moment i kthehet çunit edhe i thot, "Po janë edhe gocat." Edhe unë isha në një fazë, nuk ka mundësi të më ndodh kjo gjë. Ku ka vajtur sjellja e njeriut? Nuk e di pse e bëri gjithë këtë gjën. Nuk i kisha bërë asgjë. Por që atëre unë nuk i kam folur më. Por ja që pardje unë vajta në palestër, edhe isha vetë kësaj radhe, nuk isha as me shoqen. Edhe ishte prap kjo vajza në të njëjtin vend, edhe deshim prap të bëjmë të njëjtin ushtrim. Edhe kësaj radhe ishte edhe një vajzë tretë, e cila ishte e para në radhë që të hyjë të bëj ushtrimin e saj. Edhe i thot kjo vajze që do të hym bashk, ta bëjmë njëherë të hysh ti, njëherë të hyj unë. Edhe i thot ajo tjetra që po, okay, po merak e bëjmë. Po i thot pastaj unë bëj 130 kg. Prap, do të thënë e thoshte edhe thriste që ta dëgjojnë njerëzit që ishin atje mbase nuk e di deshte të tregonte sa e fortë është. I thot jo vajza që unë nuk bëj kaq, unë bëj deri 50-60. Atje jam. Edhe i them unë atë moment që edhe unë atje jam, do të bëjmë bashk. Nuk i thash të bëjmë bashk ne të dyja, të bëjmë të treja i thash. Të hyet e unë në loj. Edhe kthehet ajo vajza që bën 130 kg, kthehet e më shikon kështu. Edhe bën një... Edhe kthen kokën nga ana tjetër. Edhe unë isha në atë moment që qa të bëra? Qa problem ke? Nuk të thash gjë. Edhe më thot, ajo vajza që ishte e para në radhë, më thot, po, patjetër më thot, hajde të hym ne të dyja bashkë që jemi në të njëjtat kile. Edhe vajza tjetër thot, le të pres pak të hy pastaj. Nuk mundeni të kuptoni çaj nat kishte në atë moment, më shikonte dhe ndishe që deshe të më vriste. Po unë nuk e thash për të keqe, të hy edhe unë. Unë e thash sepse thjesht vërtet bëja pak a shumë të njëjtat kile me atë vajzën tjetër, edhe thash pse jo të hyj edhe unë si vajza e tretë. Po ja që ekzistojnë edhe këta njerëz që nuk e di, nuk din të sillen, nuk janë mësuar të bëjnë shoqëri, thjesht nuk duan. Me sa duket herën tjetër nuk do shkoj fare. Do shkoj nga ana tjetër. Make-upi dan përveç buskuqës. Edhe tani është ora të thaj flokët e mia edhe të bëj kaçurelka. Nuk më pëlqen kjo pjesa, po duhet ta heqim qafën. Jam gati. Okej, i bëra flokët e mia, kaçurelka. Vura edhe buskuqin tim, kështu që tani është vërtet i përfunduar make-upi. Edhe veshjen e gjeta shumë kollaj sot. Vesha këtë fundin, është fund që është e gjatë deri poshtë. Brenda vesha një bluzkë të zezë, pa mëng. Prandaj vesha edhe këtë trikjen të kuqe nga lart që është nga Pepper Mayo, është nga të preferuarat e mia. Vura një rip këtu në mes të zezë që t'i kombinoj të gjitha bashkë. Çantën time të zezë, edhe në këmbë po mendoj të vesh çizme. Erdhi Devi të më marr, duhet të zbresim. Shumë cute ndihem. Më pëlqen shumë sot veshja, make-upi, flokët, të gjitha. Hey Mrs. Claus, this one's for you. Tell me, sweet mama, what's a guy to do? I'm tired of pretending it's just who I am. Come on, Mrs. Claus, let me be your man. Aqua shaving, wear a cap on my head. By matching robes all shiny and red. I'm begging you. Nga palestra, vajta në orën 10 të mëngjesit, edhe tani ora është 12 pa ca, edhe po vrapoj në këmbë sepse makinën time kam çuar prap për servis, nuk kam makinë përsëri. Dhe tani po shkoj në këmbë te goca që më bën thojnë sepse kemi lënë apuntament, se thojnë të mia janë në një situatë skandaloze. Po arrita të bëj palestrën time, hëngra para palestrës, diçka të vogël po hëngra. U ktheva në shtëpi, vajta mora edhe bukë nga fura që nuk ishin, sepse mami na ka gatuar kajana, atë gjellën me domate që bëjmë. Fantastike, unë po vdes për bukë sepse vajta në palestër edhe si u thash hëngra diçka të vogël në mëngjes. 2 biskota nga këto
që janë të shëndetshme, që të më japin pak energji, domethënë, se unë ju kam thënë në mëngjes nuk mundem të haj asgjë, më vjen për të vjell. Kështu që kur mbaroj me palestrën, pastaj është që më hapet oreksi dhe dua të haj çdo gjë që të shoh para. Bara edhe thonjkat e mia, shikoni sa të bukura që janë, clean estetik, I love it. Duken duart e mia më në fund të pastrat, se kam 2 herë rjesht që i kam bërë ngjyrë të erët. Edhe kësaj radhe vajta thash dua të bëj diçka super të thjesht, të mos duket fare, edhe prandaj bëra këtë si të bardh bezh, e kuptoni. Ora të hajmë. Mami bëri edhe biskota dje. Po, do I provoj mbas ushqimit që të mos më prishën shihen. Mbas ushqimit bëra një banjë dhe jam luer sepse deri tani po filmoja një reel për Instagramin. Edhe gjithë këto rrobat janë këto që sa tregova. Shpresoj të ke dalë bukur videoja që filmova, po dhoma është rumuj. Edhe unë nuk kam bërë akoma valizhen time gati. I shikoni. Thjesht I kam lënë atje, thjesht bëj sikur nuk I shikoj, bëj sikur nesër unë nuk do ik. Plus, brenda të gjitha këto, do takohem me të dashurin, sa të kthehet nga puna, të shkojmë të pimë një kafe, të marrim edhe një pako që më ka arritur në post, edhe pastaj në darkë unë duhet të bëj edhe editim. E vetmja gjë që dua të bëj tani është të flegjum. Nuk ju fol edhe për dje që vajtëm në teatr, harova fare. Tani po kaloj pak filesat që filmova në laptop edhe prandaj gjeta pak kohë t'ju flas. Dje kalova super bukur, do ju le këtu emrin e teatrit, e shfaqjes, që të shkoni të shikoni po jeni në Athinë, po dini greqisht. Sepse ishte, më duket është nga më të mirat që kam parë ndonjëherë në jetën time. Aktoria që luante quhet Eleni Radu, edhe është super e njohur në Greqi, e din të gjithë, e njohin të gjithë sepse ka luajtur në shumë seriale greke që I shikonim që atëherë që ishim të vegjël edhe akoma luajnë në televizor. Kjo aktoria, nuk e di, është në dashuri, ishte fantastike, ndërkohë ishte monolog. Edhe unë kur e kuptova, thash o bobo, kam pronontuar të shkojmë të shikojmë monolog, edhe do jetë e mërzitshme, sepse në përgjithësi kur kam më shumë se një aktor është më interesante. Po kur ju them që nuk I hoqa sytë e mia as 1 milisekond, isha kështu. Çdo fjalë që thoshte ajo aktoria, ndiheshe që e nxirrte brenda nga zemra e saj, nga shpirti, nuk ishin fjalë thjesht që thoshte kot, ishte sikur vërtet e përjetonte atë gjë që na tregonte, atë historinë që na tregonte ne. Emocionet e mia ishin njëherë qaja, pastaj qeshja, pastaj qaja prap, pastaj qeshja prap, edhe të bënte këtë gjë gjithkohon, edhe prandaj nuk të linte kohë të mërziteshe, sepse gjithkohon kishte diçka. Po jetoni në Athinë, duhet me patjetër për mua të shkoni ta shikoni. Ja super vlen. Kështu duket outfiti për një kafe të shpejt dhe të shkoj të marr edhe pakon time që t'ju tregoj çka kam bler. Ma si e? Kështu duket outfiti për një kafe të shpejt. Të shtëpis. A të shtëpis. Ti do pish të shpejt po jashtë. Ma, je më mirë. Iku së mundja. Jo. Jo. Tu është. Akoma me ne. Ka ngelur pak, kam javë që po e shkulle drejt kështu të dalë, po ka ngelur akoma pak, rënjit kanë ngelur I qi. E mirë, për pak do I heqim. Mirëpash. 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 Jam shtrirë në krevat, më kaluar shumë orë. Unë nuk ju kam folur sepse nuk kam arritur, me vërtet. Ora ka vajtur 1:30 e natës edhe unë tani mbarova me gjërat. Jam lodhur tepër shumë. Po të paktën janë të gjitha gati për nesër, shpresoj. Prap jam shtrirë dhe po mendoj diçka kam haruar. Po tani s'kam ç'bëj. Nuk e di çka kam haruar, do e kuptoj kur të arri atje me shumë mundësi. Shpresoj asgjë, po
do shohim. Por para se të flej gjumë e hapa kamerën sepse desha t'ju tregoj pakon që më arriti që parë që vajta dhe mora, edhe ju bëra një unboxing të shpejt se isha te kafja, po nuk ju thash që është. Besoj e keni kuptuar, por prisni. Kam ndezur këtu edhe dritën time të bukur. Kam bërë një ambient romantik, mos u trempni. Atë dritën atje. Bleva parfum. Bleva këtë parfumin këtu, që vetëm që e shikon thua, wow, duhet super i bukur. Është parfumi e Billie Eilish. Billie Eilish besoj e dini të gjithë, po për ju që nuk e njihni është një këngëtare super e famshme. Edhe ka nxjerrë parfuma të veta. Edhe unë nuk është që e mora sepse jam fanse ose okej, e dëgjoj, po nuk jam ndonjë fanse e zjarrt, e kuptoni. Por e kisha mbajtur erë nga një shoqe e motrës. Kishim dalë xhiro të gjitha bashk edhe hyri në makinë, thjesht mbajti erë gjithë makina. Edhe thash, qa parfum fantastik është ky që ke vënë? Edhe më tha që është ky këtu. Unë që atëre u dashurova, vajta e provova edhe te Sephora, këte andej, edhe thosha, okej, më pëlqen, po s'ka gjë, le të mos prish lek tani. Por më mbarovi parfumi që kisha nga Zara, ky këtu, që ju kisha treguar, Dark Romance, që edhe këtë duhet të shkoj në një moment të dytë ta rible. Por thash, tani për tani me që më mbarovi, edhe dua të marr një parfum të ri. Pse të mos jap 2 lek më shumë edhe të marr diçka që vërtet më ka ngjecur në mendje, edhe e bleva, po nuk e keni provuar, duhet ta provoni. Është super e ëmbël, mban erë vanilja, biskot, nuk e di, diçka që e mban erë edhe do ta hash pastaj. Mua më pëlqejnë shumë këto parfumat, nuk do e marr me vete në Shqipëri se është gjigante, por do e përdor kur të kthehem. Edhe me këtë informacionin që nuk e di po ju interesove apo jo, unë do ju le se duhet flej gjumë, se nesër kemi rrugë të gjatë. Ju puth edhe shifemi në rrugë, base, nuk e di. Guess I live for the chase, running after things that I can't change. See, I'm never satisfied. Përshëndetje, nga dita tjetër, kemi arritur në fshat, edhe nuk ju kam filmuar asgjë sepse gjithë ditën ishim thjesht në rrugë. Arritëm, gjetëm edhe motrën, vajtëm për kafe në Bilisht. Tani jemi mbledhur të gjithë në shtëpi, porim, po presim të hajmë bukë. Unë e hapa kamerën thjesht se desha t'ju them që ndërkohë që ishim në rrugë, ne kemi një ndalesë në Meteora. Gjithmonë atje shkojmë sepse ka Miqel. Babi ju kam thënë është fiksuar me Miqelin edhe pi kafe vetëm që atje. Sot ishin dyqane të hapura. Edhe mami filloi thoshte hajde të shkojmë të shohim ndonjë gjë. Unë nuk desha të marr asgjë ndërkohë. Edhe ja që mora unë edhe asnjëri tjetër. Kto më bën mami, më fut nëpër dyqane, edhe unë blej gjëra prish lek edhe jo nuk merr asgjë. Kuptuat juve? Kuptuat? Ndërkohë këtu kemi Nadjen, edhe në anën tjetër kemi motrën që është super e bukur. Edhe unë tani do ju tregoj pantallonat e mia se desha t'i vesh, shikojnë edhe gocat. Po, edhe do t'i vesh edhe pres notën. Hajde, modeli number 1. Oh, cargo pants! This is so cool, you look so cool and so... Janë fesh, janë për behar. Më pëlqen se janë me belte ullët. Po. Edhe nuk janë pantallona që do i gjesh në Bershka për shembull. Janë pak kanë një diçka që mua më duken vintage. Janë sikur i ka marrë nga dollapi i mamit. Kam personalitet. I gjen vetëm në Meteora. Po, i gjen vetëm në Meteora që vajta unë. I like them very much. Nota 10. Vazhdojmë me modelin. Nadja, nuk më dhe. Shumë të bukur. Shumë të bukur. 8. Super, haj. Modeli number 2 presenting. Oh, kjo më pëlqen më shumë. Jo, ajo tjetra ishte 9, kjo është 10. Këto më pëlqejnë më shumë. Nuk janë shumë stil Y2K, Yes. Kam patur unë nga këto. Atë thash që në moshën 30 vjeç. që kanë një personalitet, është sikur i ka marrë edhe këto nga dollapi i mamit. Britney Spears, Jennifer Lopez. Nota jote? 10, ato ishin 9 tani që pash këto. 13. Ua, tani që më sa Nadja 13, këto do i vesh për ditë, ta dini, nuk do i heq. Mirë, po do t'i marrë motra një xhiro këto. Po, Mary, po Rosh. ti vesh unë njëri, Po, pastaj. po.
Vishi Ta ti. bëj me radhë. Vishi sa më shpejt që ti marrë një xhiro. Këto ishin 25. Ato të tjerat 29. Oh! Më duket më vodhën, po s'ka gjë. Skaq. Unë kam 2 pantallona të reja. 2 palë pantallona, jo 2 pantallona. 2 palë. Ketula përshëndetje. Përshëndetje. Kemi arritur në Tiranë. Edhe unë nuk e kam mbyllur vlogun, mbrapa meditimin, tani po hajmë ma grosh, që në ka gatuar mami me babin, edhe po ju mbyll, që të mundemi të nisim vlog tjetër, se ne këtë punë kemi. Mbyllim vlog, hapim tjetër, mbyllim vlog, hapim tjetër. Kështu që, mirë pafshim.